Qyteza e fëmijëve ka rikthyer edhe këtë verë programin Aventurat e Verës, një nismë që synon të ofrojë fëmijëve një sezon pushimesh të mbushur me argëtim, mësim dhe aktivitete krijuese. Programi është i dedikuar për fëmijët e grup moshës 6 deri në 13 vjeç, të cilët çdo ditë do të kenë mundësinë të marrin pjesë në lojra edukative, punëtori krijuese, aktivitete sportive dhe sociale, duke zhvilluar aftësitë e tyre në një mjedis të sigurt dhe miqësor. Përmes Aventurave të Verës, organizatorët synojnë të shndërojnë pushimet verore në një përvojë të veçantë, ku fëmijët jo vetëm argëtohen, por edhe mësojnë të bashkëpunojnë, të krijojnë dhe të ndërtojnë miqësi të reja. Programi Aventurat e Verës zhvillohet në shtëpinë e fëmijëve prej vitesh dhe ky aktivitet ose ky program le të themi zhvillohet gjatë periudhës korrik gusht. Grupmosha e fëmijëve që marrin pjesë është nga 6 deri në 13 vjeç, ka aktivitete të ndryshme, programe të ndryshme si shkencë, art, lojra të ndryshme, lëvizore. Fëmijët janë vërtet goxha të interesuar, shohim nga pjesëmarrja e tyre, nga dëshira për të realizuar programet që ne ofrojnë. Kjo për shkak se programet që ne ofrojnë fokusohen të mësuarit përmes lojës, që do të thotë ata më shumë argëtohen, por ndërkohë përmes argëtimit ata edhe mësojnë. Ky program ka mirëpritur 10 fëmijë duke e kthyer qytetën e fëmijëve në një hapësirë plot gjallëri, buzëqeshje dhe kujtime të bukura verore.